Përfaqësues të taborëve politik sërish fajsua në njëri tjetrin për dështimin e radhës në konstituimin e legjislaturës së nëntë. Të martën u përmbyll pas suksese dhe vazhdimi 22 i seancës konstituive dhe i 14 për formimin e Komisionit për zgjedhjen e kryekuvendarit nëpërmjet votimit të fshehtë. Deputet të PDK-s, LDK-s, AK-s, nismës e listës serbe, edhe kësaj radhe refuzuan të bëhen pjesë e këtij komisioni, teksa ata të vetëvendosjes dhe një pjesë e atyre të komuniteteve jo shumicë votuan pro formimit të tij. Ndërpritet seanca. E pas përfundimit të seancës, që zgjati vetëm pak minuta në një ngjarje larg kuvendit, kryeministri në detyrë e kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti tha se përgjegjësia për konstituimin e legjislaturës së re u takon të gjithëve. Pra fituesi ka përgjegjësinë për ta formuar qeverinë, ndërkaq për ta konstituar kuvendin, përgjegjësinë e kanë që të gjithë deputetët. Dhe po bëjnë gabim që po e pamundsojnë kworumin për votimin e fshehtë. Sidoqoftë, edhe kjo çështje votimit të fshehtë ndodhet e adresuar tek gjykata kushtetuese dhe shpresoj e uroj për një përgjigje sa më të shpejtë të tyre. Por deputet të PDK-s e LDK-s përgjegjës për dështimin e bën Kurtin dhe partinë e tij. Blokada e institucioneve të Republikës së Kosovës ka emrin e Albin Kurtit dhe Albulena Haxhiut. Edhe një herë bëjmë ftesë për reflektim. Qytetarët na kanë votuar për t'i adresuar problemet dhe sfidat e tyre e jo për të përmbushur egot dhe kryenetësinë. Kosova është më e madhe se secili prej nesh. Ti ke 48 deputet, edhe në çfarë fuqie politike është me pas 48 deputet. Dhe nuk jenë gjendje me ul me dikën, me bë zgjidhje për me bë shumicë dhe thua që kjo s'është urgjencë, kjo tregon qartë se çfarë gjendje jemi. Prandaj mos prit deri LDK-s magji se s'mund të bëjë gjë të tilla. E kryetari i AK-s Ramush Haradinaj i përsëriti opsionet e ofruara për dalje nga blokada institucionale. Shpari kemi dhënë mundësinë me votue një kandidat VV-sh, po që na bashkon me votë, edhe kemi dhënë emra. Pastaj po ashtu e kemi bërë edhe një veprim dytë, ju kemë drejtuar gjykatës kushtetuese me qëllim që dalim nga kjo gjendje. I gatshëm për bashkëpunime me lëvizjen vetëvendosje u shpreh dhe të martën kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj, por theksoi se gatishmëria vlen veç për kuvend e jo edhe për qeveri. Nisma është e gatshme, partneritet ashtu në partneritet në parlament. Pse jo në qeveri? Sepse kemi arsye tonë, tani për ta nuk kemi të interesuar për qeveria ashtu siç kemi. Në vazhdimin e 22 të seancës konstituive të pranishëm në sallë kanë qenë 109 deputet nga 120. Prej tyre 55 morën pjesë në votim, 54 votuan pro formimit të komisionit zgjedhor që do të mbikëqyrte votimin e fshehtë të kryekuvendarit, ndërsa një votoi kundër. Seanca e radhës është caktuar për të njëjtën me fillim nga ora 11.